Përshëndetje gjithë juve miqtë të dashur të Radio Televizionit Shqiptar kanali 3 kudo që na ndiqni. Jeni me emisionin tuaj dhe tonin Vesa dhe me ritakimin ton të radhës këtu nga studio jon. Jemi së bashku miqtë të dashur dhe këtë puntat ku do të kemi shumë aktivitete brenda këtij emisioni, shumë surpriza që do i kemi së bashku. Nuk jam vetëm, jam edhe me bashkëprezantuesit e mia. Dyzde, përshëndetje. Përshëndetje Kik. Si kalove ti? Shumë bukur. Nga emisioni i kaluar, ke ndonjë koment? Pa diskutim, ka dal emisione aq bukur, shumë bukur. Faleminderit Dyzde. Përshëndetje Grace. Përshëndetje. Si kaloi java e kaluar? Ka dalë shumë bukur, ka dalë një spektakël shumë i bukur. Bravo Grace, shkëlqeve si në këngë dhe në poezinë tënde. Melanie, përshëndetje. Përshëndetje. Si kaloi Melania javën e kaluar? Ishte një super spektakël, ja kalova shumë mirë. Miqtë të dashur të emisionit tuaj dhe toni, të emisionit Vesa Show në Radio Televizionin Shqiptar, me neve është edhe një e ftuar. Kush është Dyze? Kjo është Dineta Abazi. Po? Kolege jotja nga fusha e këngës. Është këngëtare, pianiste dhe modele. Dineta, përshëndetje, mirë se na erdhe. Përshëndetje. Dineta, me këngën ke rrugtuar, po ashtu edhe si që tha dhe Dyzja dhe me pianon, po ashtu edhe me modelen. Nga erdhi dashuria për modelizmin, për këngën dhe atë të pianos? Une e mendova vetë, sepse mos të rrive shkollë dhe shtëpi, po të bëj edhe shumë aktivitete tjera. Po dhe u përfshive në këto të trijat. Po. Dyze, ndonjë pyetje. Dineta, unë e kum fituar shumë çmime dhe kum përvuar atë, por unë dua të di si ke ndjerë kur ki fituar do një çmim? Unë jam ndjerë emocionuar shumë dhe e lumtur shumë. Dineta, me çfarë aktivitetesh merresh ti? Dhe ku ndihesh më mirë? Unë ndjena më mirë në piano, në muzikë, edhe që mina me muzikën, pianon dhe modelistin, po modelist kom bo më herët se nuk më kam rrirë koha. Melanie? Ke fituar ndonjë çmim? Po, kam fituar shumë çmime. Po, ku është më bukur, kur sfilon apo kur këndon? Kur këndoj. Kur këndon. Kënga Teenager është një këngë që e ke realizuar nga producent Artin Eminaj. Ishim bashkat në atë, kishte emocione sepse doli nga një rrymë tjetër në një rrymë tjetër. Të pëlqen rrymat që ke kënduar Teenager? Po, shumë. Pëlqen shumë. Dyze? Dineta, këngën, kush ta ka shkruar tekstin e këngës? Mua tekstin e këngës ma ka shkruar Kreshnek ose Kika Husaj. Po, Gracie? Kur ke marrë ndonjëherë çmim, a je rrëzuar ndonjëherë? Po, më ka ndodhur një herë që në koncert isha duke shpejtuar se thojsha me vete mos e harroj këngën dhe për pak rrëshita, por kam pështu. Melanie? Ti je dhe modele, ke fituar ndonjë çmim sepse unë kam fituar Miss Children Albania. Jo, nuk kam fituar asë një çmim se për herë të parë si kom hi në modelist, e kom parë që nuk muj me arrit krejt edhe veç një ditë kom majt model, a mona 5 e du modelin. Dhe kush u kujdes për veshjen tuaj? Për veshjen time u kujdes Aida Zeka që e përshëndes nga këtu shumë. Dhe po duke së shumë bukur, po shkëlqen. Faleminderit Dyse shumë. Melanie, Gracie, keni ju ndonjë pyetje? Ja. Unë do bëj një pyetje për gjithave. I doni gjyshet ju? Po, shumë. Sa gjyshe keti? Unë nuk kam asnjë se më kam vdekur. Në rregull? Unë e kam 2 gjyshat gjallë dhe 1 gjyshe. Po, Grace? Unë kam 2 gjyshet e mia, kam pavarësisht se gjyshi nga babi ka ndruar jetë, gjyshi nga mami ja kam marrë këto kaçurrelat sepse i kam ngjarë atij. Në rregull, Melanie? I kam edhe një gjyshe nga mami edhe gjyshe nga babi. Po, keni ndonjë
poezi kushtuar gjyshëve? Po, E dhe që? unë kam përgatitur një poezi që titullohet Gjyshësime. Me këtë poezi përshëndes dy gjyshet e mia, që i dua shumë. Botës kudo që janë. Ti e kraharori ku mbështes kokën, aty ku fur ëndrat e mia, je mbështetja ve i vullim, ti më mësove ç'është dashuria. Fytyra jote e bukur e ëmbël, flokët e argjenda syt zizëllonj, je imazhi i gjyshës përrallore, imazhi i çdo fëmije ëndërron. Ti e gjysha më fantastike, për herë do jem krenare për ty. Së bashku këndojmë ninullat në mbrëmje, të dyja kalojmë ylberin e dashurisë. Bravo, 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 bravo. Dineta, ke marruar pushimin duket? Po. Po do shkosh prap, sepse nga data 27 të pret në Twin Towers. Do të kalosh qaset bukura atje. Po, shumë qastet bukura. Faleminderit Twin Towers, faleminderit për Dinetën. Dineta, do dëgjojmë këngën e parë sepse do rikthehemi prap me ty. Okej. Në sken Dineta Bazi dhe kënga Teenager jam. Qisa unë i kam, babi mami me tregoj si të sile me të festoj, teenagere me plotare, sile vështilët mua bete ashiqore, e qfar dua në këtë jetë, dua mami në këtë jetë, dua babi në këtë jetë, bota ime ti je, silu bota ime, ti me s'jell vetëm gëzime, jo me lumtur dhe krenare, s'jell këngë të mbushura me vargje, silu bota ime, ti me s'jell vetëm gëzime, jo me lumtur dhe krenare, s'jell këngë të mbushura me vargje, ti në qere jam, qisa unë i kam, babi mami me tregoj si të sile me të fesoj, ti në qere me plotare, sile vështilët mua bete ashiqore, e qfar dua në këtë jetë, dua mami në këtë jetë, dua babi në këtë jetë, bota ime ti je, silu bota ime, ti me s'jell vetëm gëzime, jo me lumtur dhe krenare, s'jell këngë të mbushura me vargje, silu bota ime, ti me s'jell vetëm gëzime, jo me lumtur dhe krenare, s'jell këngë të mbushura me vargje, të mbushura me vargje, s'jell këngë të mbushura me vargje. Bravo Dineta! Bravo! Dineta do rish aty. Je kukull ti Dineta? Po. Drita Rudi e ka bërë, o? Po, drita rude dhe përqafoj shumë nga larg. E dëgjojmë në vazhdim Dineta Bazin dhe këngë përgatitur vetëm për Dinetën nga Drita Rudi. Më tonë kukull nuk e di, jam por nuk jam, sa të shkoju në shtëpi, një përgjigje që kam, ma dëgjo ti qyshe ma
Bravo Dineta, ishte e mrekullueshme. Mund t'ulësh. Miqtë të dashur, faleminderit Streto Bar Lounge në Tiranë. Faleminderit që je supporti i emisionit ton. Faleminderit Shisha Bar Sahara në qytetin e Peshër, çdo herë me neve. Është Streto Lounge që mund të jetë në Tiranë, mirë po edhe në Prishtina Streto dhe kudo tjetër ikni në Streto. Ju që jeni në Kosovë, ikni te Shisha Bar Sahara sepse është vendi juaj i mrekullueshëm. Dëshironi ujin tuaj të pishëm që çdo herë të jetë në prag me juve, është uji Lejthiza, është sponsor i këtij emisioni. Faleminderit uji Lejthiza dhe faleminderit gjithë njerëzve që bëni pjesë e jona, gjithë ju që kontriboni për emisionin ton. Dineta, ne sot do t'japim ty një titull. Ne kemi vendosur së bashku me Dyzën, Melanin dhe Grejsin që ty të japim si njëra ndër përfaqësueset tona në këngë dhe në personalitet. Dyza, besoj se Dineta e meriton të jetë këngëtare e vitit. Po, e meriton, gjithës qysh. Melani? Po, deri tani sa e dëgjova këndonte shumë bukur. Grace? Po, e meriton një çmim sepse ka kënduar shumë bukur dhe ka interpretuar shumë bukur. Atëherë ne, nga emisioni Jon Vesa Show, në datë 27 do të dorëzojmë kupën tonë preferuar që ti t'jesh këngëtare dhe personalitet i vitit 2020. Faleminderoj shumë Kika dhe jush kolegët e mia. Dhe po ashtu, në emër të Twin Towers, ne të kemi ofruar 5 ditë akomodim luksos në Twin Towers në Shënqin. Faleminderit. Unë të falenderoj shumë që ti ke gjetë kohën për neve, mirë po para se ndahemi, kam një lojë për të katërtave. Jeni gati? Po. Gishtin të vendi? Ajo që humb. Ajo që fiton? Ajo që fiton? Fiton një dhuratë. Kemi një dhuratë për juve. Streto Lounge në Tiranë, javën që vjen, do të dorëzoj një zarf me 50 euro vlerë monetare për fituesen. Jemi në rregull? Po. Dorën? Edhe është. Fluturon aeroplani. Fluturon kinguri. Fluturon lepuri. Melani, Gracie dhe Dineta, ishte kënaqësi që kisha në lojë. Dize? Ne ishimi të dashur, shkojmë me Vesa Show duke u rikthyer këtu me një vajzë tjetër, një recituese tjetër që vjen pjesë e këtij emisioni. Javën e kaluar Dua ishte ajo që na hapi plot emocion emisionin Vesa Show dhe rikthehemi sot me Dua në studio. Dua, përshëndetje. Përshëndetje. Dukesh bukur, a? Si ju duket Dua, javën e kaluar e hapi emisionin, sot na duken në veshje tjetra. Po, ka shkëlqyer atë ditë po dhe sot po shkëlqen. Rafsh, keni ndonjë mendim një të dyat? Po, është shumë e bukur, është veshur me një veshje fantastike. Kush sigurohet për veshjen tënde? Sigurohem vetë. Melani? Që ke bërë shumë e bukur sot, edhe si gjithmonë. Faleminderit. Kush është Dua? Unë quhem Dua Jakupi, jam nga Drenosi, vijoj mësimet të shkolla Rasim Kiçina me mësuesen Arbërish. Sa më mirë është ti? Cili është hobja apo profesioni jot? Njëherë? Me çfarë mirësh? Unë merrem me poezi të ndryshme dhe shkrime. Me poezi dhe shkrime të ndryshme. Kur ke filluar të merresh me poezinë? Kam filluar që kur isha në kopsht. Kemi ndonjë pyetje ju? Po? Sa është e vështirë Dua të shkruash poezi? Nuk është e vështirë, është vetëm çfarë të mendosh. Gracie? Duhet koncentrim, apo? Kur ngatron diçka në skenë, mërzitesh? Po. Bravo goca, jeni shumë të mira. Cila është poezia jote e parë? Poezia ime e parë është Flutur, e kam bërë kur isha në kopsht. Cilat kanë qenë aktivitetet e tuaja deri më tani Dua? Aktivitetet e mia kanë filluar që kur isha në kopsht, fillova të jem prezantuese e kopshtit, pastaj kam qenë e ftuar edhe në sofrën poetike, i Merel Shoni, kam qenë e ftuar në shishe dhe shkolla të ndryshme. Bravo Dua.
Shef Koca, dua pas ka pasur aktivitete, bravo. Cila është poezia që të ka lënë më së shumti përshtypje? Të gjithat poezi më kanë lënë shumë përshtypje, por edhe poezia e muhaxherëve dhe për Bejsen, po poezia për popa. Të kujtojt pak, ma thuaj. Ullur atu shësie. Se mojnën më zgjënë me natë, asë sheh që jashtë bën ftoft e acar, e unë në shkreta këm bëzboth mojnën. Asë po dhimet ty as pak, që të u gjaku për lëmë gjyshëm plak, e motrën e vogël në djep po thëret, mojnën. Bravo Duan, bravo. Keni ndonjë pyetje ju? Për Duan? Po, Vesi? Kush të laston më shumë, mami apo babi? Mami. Mami, çdo herë me këto mami ne, ua. Po pse mami? Si erdhi ideja për poezinë kushtuar gjyshit? Ideja më ka ardhur që kur isha e vogël, më mungon dhe shumë gjyshim. Andaj, kur hyra në klasën e parë, bëra trungun familjar dhe diçka nuk shkonte. Andaj, kur erdha në shtëpi, pyeta mamin për gjyshin tim. I thosha se dua të di më shumë për gjyshin tim. Dhe mami mes syve me lëtë më tregoi çdo gjë për të. Andaj, kur shkuva në shtrat, ndërrova gjyshin tim. Dhe të nismën, mami me tha që mund ta bësh edhe si poezi ose monolog dhe unë fillova ta bëj me ndihmën e mamit. Bravo. Gjyshi është krenar edhe na mshim për ty. Bravo Dua. Ishte kënaqësi që të kisha Dua në studio. Faleminderit shumë që ke gjetë kohën të jesh me neve dhe është krenari kur kam një gotë sikur ti këtu në studio. Ne miqtë të dashur shkojmë me jinglën e emisionit Vesa Show dhe rikthehemi prapë.